Teherani paralajmëroi të shtunën SBA-n, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën se bazat e tyre ushtarake dhe anijet në lindjen e mesme do të ktheheshin në shenjestër, nëse tre vendet perëndimore japin ndihmë drejt bllokimit të kundërpërgjigjes me raketa dhe dron të Iranit ndaj sulmeve ajrore izraelite. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se vendi i tij do të ndihmojë Izraelin dhe mediat ndërkombëtare raportojnë se forcat amerikane kanë ndihmuar ato izraelite në eliminimin e dronëve dhe raketave iraniane që ishin lëshuar drejt Izraelit. Edhe presidenti Francës Emmanuel Macron shpreh një ditë më parë se vendi i tij do të ndihmonte Izraelin kundër reprezaljeve iraniane. Qeveria britanike ka mohuar që forcat e saj mund t'i kenë dhënë ndonjë ndihmë ushtarake Izraelit, ndërsa kryeministri Keir Starmer ka theksuar nevojën për uljen e tensioneve. Por agjencia iraniane e lajmeve Fars bëri me dije se sulmet e Iranit ndaj Izraelit do të vjonin dhe gjatë ditëve të ardhshme mund të shënjestronin edhe baza amerikane në rajon. Kjo përballje do të jetë shumë e dhimbshme për agresorët, raportoi agjencia iraniane e lajmeve duke cituar zyrtar të lartë ushtarak të vendit. Kërcënimi për përhapjen e luftës vjen ndërsa Izraeli dhe Irani po sulmojnë njëri tjetrin nga ajri, pasi Izraeli ndërmori të premten ofensivën më të madhe ajrore ndaj territorit të armikut të tij, që synim ka të mos lejohet Teheranit që të zhvillojë një armë bërthamore që të përdoret kundër Izraelit.